Mirëmbrëma të nderuar shikues. Dita e shtunë nuk ishte ditë e zakonshme për Bashkimin Demokratik për Integrim, parti opozitare shqiptare, sepse kjo parti organizoi kongresin e 5 me radhë. Në fakt, për këtë kongres është folur më shumë para datës 20 dhjetor, sepse pritshmëritë kanë qenë jashtëzakonisht të larta dhe i gjithë fokusi i opinionit publik ka qenë drejt reformimit apo vazhdimit të njëtrajtshëm të kësaj partie politike opozitare. Për diskutuar për 4 rezoluta që janë miratuar në këtë kongres, për reformat kadrovike që janë realizuar dhe për të ardhmen e kësaj partie politike, ne sonte do të dëgjojmë perspektivën e 2 opinionistëve politik, 2 politikanëve, zotit Ilir Luma, mirëmbrëma doktor, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Dhe perspektivën e opinionistit politik, zotit Shenan Aliu. Mirëmbrëma zoti Aliu, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Ne e potencuam në hyre sepse bëhet fjalë për një kongres të zakonshëm, por që në realitet këtë parti nuk e ka gjetë në një momentum të zakonshëm politik, apo siç ka ndodhur në kongreset e kaluara. Para se të fillojmë diskutimin mbi rezolutat e miratuara, regjia ka përgatitur rezolutat veç e veç për të analizuar çfarë në realitet në mënyrë përmbajtësore se çfarë është miratuar në këtë kongres dhe çfarë del në teren nga ato rezolutat që janë miratuar. Prandaj qysh në fillim e lutës regjinës është gati material numër 1, rezoluta 1 dhe 2 që janë miratuar në kongresin e BDI-s më 20 dhjetor. Në Kongresin e 5 të Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili u mbajt në Shkup, delegatët miratuan 4 rezoluta strategjike, të cilat synojnë forcimin e shtetit, konsolidimin e barazisë funksionale dhe përcaktimin e drejtimit të mëtejshëm politik të vendit. Rezoluta e parë ka të bëjë me përforcimin e karakterit unitar të shtetit dhe konsolidimin e barazisë funksionale, duke theksuar rëndësinë e përfaqësimit të drejtë, legjitimitetit të dyfisht dhe funksionimit të barabartë të institucioneve për të gjitha komunitetet. Kongresi vlerëson se përfaqësimi i drejtë dhe barazia funksionale përbëjnë themelin e kohezionit shoqëror dhe stabilitetit institucional të vendit. Në këtë drejtim, angazhimi për mekanizma që garantojnë legjitimitet të dyfisht në proceset kyçe të qeverisjes është thelbësor për ruajtjen e unitetit dhe funksionalitetit të shtetit. Kongresi riafirmon qëndrimin që çdo përbërje e re e qeverisë të marrë besimin e kuvendit jo vetëm me shumicën e deputetëve të pranishëm, por edhe me shumicën e deputetëve të komuniteteve jo shumicë. Kjo do të siguroj që qeveria të gëzoj legjitimitet të dyfisht dhe të jetë realisht përfaqësuese për të gjitha etnitë. Rezoluta e dytë fokusohet në shtetin e së drejtës, drejtësinë e pavarur dhe rikthimin e besimit në institucione, me theks të veçantë në luftën kundër korrupsionit, forcimin e gjyqësorit dhe garantimin e drejtësisë së paanshme për të gjithë qytetarët. Verifikimi i pasurisë dhe i prejardhjes së saj për çdo funksionar publik, si standardi domosdoshëm i transparencës dhe përgjegjshmërisë. Hetimi i thelluar dhe institucional për procesin e privatizimit, i cili ka prodhuar pabarazi strukturore dhe ka krijuar oligark të paprekshëm. Hetim dhe zbardhje institucionale e veprimtarisë së organeve të sigurisë së shtetit dhe zyrtarëve të tyre nga viti 1945 deri më sot, në funksion të drejtësisë tradicionale dhe transparencës historike. Zoti Luma, e dëgjuam 2 rezolutat e para që janë miratuar në kongresin e 20 dhjetorit në këtë parti politike. Mes tjerash, fokusi kryesor tek miratimi i rezolutës së parë ka qenë ruajtja e unitaritetit të shtetit. A është BDI partia e vetme politike shqiptare që kujdeset dhe flet për unitaritetin e shtetit? Para se të hyjmë bëjmë një analizë rezolutës dhe përbërjes përgjithësi punës kongresit, ju në fillim thatë si kongres i rregullt. Unë kam një mendim tjetër fare në lidhje me këtë, kujtoj se me 20 dhjetor, pra të shtunën, BDI-ja mbajti një kongres të detyruar. Domethënë kongres që duhet të thirret, pa marrë parasysh a ka qenë data a është para pa atëherë të mbahet kongresi apo jo, duhet të bëhet që në rend të parë e përsëris, ndoshta edhe në vetë rezolutën të hyje analiza e punës gjertë atërshme të BDI-s si parti që gjatë me decenije ka qenë në pushtet dhe parti që zgjedhjeve të fundit, veçanërisht në ato lokale, kaloi ashtu siç kaloi,
që të gjithë e dim, dhe kujtoj se ky element, si pas mendimit tim, ka munguar në analizat si analize Kongresit. Në lidhje me rezolutën e parë, ku potencohet karakteri unitar i shtetit të Maqedonisë dhe përsëri elementet e tjera që kanë të bëjnë me të drejtat, me pjesëmarrjen, ku thuhet gjithëni të qytetarëve, etnive, kështu me radhë, pa e cekur në asnjë moment elementin për cilin u zhvillua konflikti i vitit 2000 dhe prej ku doli edhe vetë kjo parti, si BDI, Bashkim i Demokratik për Integrim. Që do të thotë se në një farë forme, BDI-ja filloi të aklimatizohet konform kushtetutus aktuale. Veprimi i matutjeshëm i BDI-s, gjithsesi, si pas rezolutave të aprovuara, do jetë në funksion të respektimit të kushtetutus aktuale, e tashi... Pra, këtu zoti Luma ju vlerësoni se BDI devijoi nga qëllimet fillesare që i kishte si subjekt politik i dal nga... Shifni, unë nuk mund të them devijoi termin, se është termi rënd, por anashkaloj disa parime themelore për çka u themelu kjo parti, si trashëgimtare, si një subjekt që doli nga një konflikt ku mbaroi, ku ceket edhe në rezolut, me marrëveshjen e Ohrit, që gjithsesi parimet që janë vënë në marrëveshjen e Ohrit, duke përfshi edhe 20% që në një periudhë kohore, madje edhe funksionarët më të lartë, përfshi edhe vetë udhëheqësin e kësaj partie të rizgjedhur tani në Kongres, kishin një qëndrim se do të mirret iniciativë për ta realizu atë që ishe pa kënaqësi, kishe një mosmarrëveshje, a duhet të mbetet 20% si element identitar për shqiptarët, apo duhet eliminohet si çështje numerike dhe të ceket se për cilën entitet apo komunitet nacional bëhet fjalë. Kështu që, sipas meje, këtu kemi një lëshim ndoshta në atë rezolut, dhe elementet tjera mandej janë me të vërtet kanë karakter që janë tash edhe moderne dhe për cilën edhe vetë Mickoski angazhohet, edhe partit politike maqedonase në përgjithësi angazhohen, se duhet të ruhet karakteri unitar i Maqedonisë si shtet, dhe në atë të gjithë qytetarët t'i gëzojnë të drejtat e tyre, ashtu edhe si të parashef vetë kushtetutat. Dakor. Zoti Aliu, ju besoj që e keni ndjekur sepse ndiqni vazhdimisht zhvillimet politike, këtë mbase e keni edhe imponim për shkak të përvojës së gjatë që e keni pasur edhe në politikë. Kështu që nga ky kongres, cilat janë konkluzionet tua që është mbajtur me 20 dhjetor dhe konkretisht për dy rezoluta që dëgjuam, ku në tekst të veçantë kanë vendosur tek rezoluta e dytë, që është rregullimi i çështjes së përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Pra, perspektiva juaj për kongresin dhe në veçanti si qëndron aktualisht çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, sepse është ngritur një mit që me kalimin e BDI-s në opozit, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat ka ra në humner dhe po merr fund. E tani, teoretikisht është e njohur se kongresi është organ më i lartë në çdo parti politike si organizim politik, por një kongres nuk mund të vlerësohet vetëm për nga ikonografia që ka më një sallë ku ajo mbahet, por ajo kongresi vlerësohet nga fuqia politike e dokumenteve të cilat i miraton. E tani, atë materialin që kishtë përgatitur redaksia juaj dhe ju si gazetar, që ka dëgjuam për rezolutat cilat janë miratu në Kongresin e Bashkimit Demokratik për Integrim të mbajtur me 20 dhjetor, ashtu si përmendit dhe zoti Luma, në përgjithsisht teksti i rezolutave është një copy pasi, një
retorike moderne, politike, në fakt ajo që ishte etabluar në rezolut karakteri unitar i shtetit. Unë kam bërë edhe një ditë një qasje të shkurt. Unë mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim është partia e vetme në historikun e pluralizmit në Maqedoni, e cila këtë test të karakterit unitar të shtetit e ka të etabluar në mënyrë brutale dhe infantile. Pra, si shtate zoti Luma, çdo kryeministër dhe çdo qeveri angazhohet për karakterin unitar të shtetit. Por këte nuk ka ndonjë justifikim politik ta bëjë një parti kaq serioze si BDI-ja për të thirrë në karakterin unitar të shtetit. Nga numri i përgjithshëm i shteteve të regjistruar në Kombet e Bashkuara, në botë që ekzistojnë, numri më i madh i tyre kanë karakter unitar. Por po ashtu ka një përqindje solide të shteteve të cilat kanë karakter tjetër të organizimit politik dhe juridik. E tani, cilët janë performansat e Republikës së Maqedonisë së Veriut për të funksionuar si shtet me karakter unitar, apo si shtet me një karakter tjetër të organizimit juridiko-politik. Pra, jo që është ndonjë gabim i madh, por është shumë një miopi politike, është një parti serioze si BDI-ja këtë tezë ta plasoj edhe atë në mënyrë të përsëritur bile edhe në një dokument siç është rezoluta në kongresin e saj. Shikoni këtu, BDI-ja këtë kongres, siç tha dhe zoti Luma në këtë pikë edhe pajtohem, ishte një momentum i domosdoshëm, mbase i zhvonuar më shumë se 2 vjet për ta mbajtur në përputhje me statutin e partisë kongresin. Ata kanë pas justifikimet ndoshta të veta për shkak të zgjedhjeve që pasuan 2 vitet e para. Megjithatë, kongresi me një ajo që pati një plasaritje brenda partisë para 2 viteve e ka bërë atë që ky kongres të vonohet. Mua më mbetet si një opinionist që zotit Ahmetit t'i urojmë shëndete suksese në rizgjedhjen si kryetar partije, sepse t'jemi realist. Ne jemi nga anësh si opinionist. Neve nuk duhet as të qajmë kohën, për vete nuk qaj kokën se kush cili nga resurset kadrovike është zgjedh kryetar partije, apo në kryesit partisë, apo në këshillin e përgjithshëm. Zgjedhjet kadrovike për një parti politike janë çështje e brendshme e asaj partie politike, antarëve të asaj partie dhe organeve të asaj partie. Po, do t'i diskutojmë këtë çështje në një moment tjetër. Çështja është, ajo çfarë është diskutuar është çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. A i bie dhe kjo sipas asaj që ju vlerësoni që është e ripërsëritur edhe nga rezolutat e kaluara, apo vërtet rrezikohet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat? Dështimi i Bashkimit Demokratik për Integrim ishte në atë, ajo bëni një potesë ku në kondita të sekretariatit atëherë për çështje evropiane, një numër të konsiderueshëm të kuadrave shqiptar bëri që ata të themelojnë marrëdhënie pune në atë sekretariat. Mirë po, në mënyrë mangope politike të themi, ajo i shfrytëzoi ato kuadra si argat të partisë, thuajse 5-6 vite apo një dekadë për të punuar për atë parti me vonesë e miratuan ligjin për rishpërndarjen e atyre. A be dini dashur, a e dini ju se edhe në kushtetutën e vitit 1974 të Maqedonisë Socialiste ka ekzistuar parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, por i formuluam në një formë të ndryshme. Por ajo në praktik nuk ka gjetur zbatim. Dhe tani, kjo nuk është ndonjë risi. Ky parim, jo që është dëshirë kjo e Bashkimit Demokratik për Integrim apo të Kongresit. Ky parim... është nevojë për funksionim. Jo, është edhe nevojë, por mbi të gjitha, kjo është një prej parimeve fundamentale të rendit kushtetues. Kjo ka ndryshim të amandamentit, kemi amandamentin aty. Pra kjo është parim fundamental i rendit kushtetues dhe shteti, aparati shtetëror, po shteti shtetëror ka obligim kushtetues që ta zbatojë. Cilat janë forma për ta zbatuar këtë? Një formë për zbatimin e këtij përfaqësimi ishte
që këtu ka pasur, realisht të flasim, këtu ka pasur një ngritje të pozicioneve, por nuk do të thotë se me ardhjen e Vlenit kjo çështje ka mbetur aty ku është. Edhe pas rrëzimit të balancuesit si mekanizëm. Jo, bile BDI-ja gjithë fuqinë politike që pati nuk e zbatoi këtë si duhet. Ligjin për shpërndarjen e kuadrave nga sekretariati për çështje të evropiane nuk e bëri në kohë. Trash atë e ke shpërdori, nuk i sistematizoi kuadrat. Ata i shndrojnë në njerëz që kanë pritur kudo që ta gjejnë vendin e tyre dhe kështu që më vjen keq një numër i konsiderueshëm i tyre u shfrytëzua si një logjistik e partisë në proceset zgjedhore. E tani, ky përfaqësim ishte i rregulluar ashtu siç përmendet balancuesi. Ky balancues ishte i etabluar me akt nënligjor, jo me ligj. Ligj për përfaqësim të drejtë në avokat nuk ka pasur. Tani kemi në procedurë, por unë për vete nuk kam arrit ende të lexoj përmbajtjen e draftit të ligjit se çka parasheh. Kemi një rekomandim të Komisionit Venedikut, do të shohim se cilë kanë paraqitur vërejtjet e tyre që nuk janë parapar masa ndëshkuese në rast të mosbatimit të këtij ligji. Do të shohim ato, do të shohim kur do të procedohet në kuvent, cila është e përmbajtje, do të kemi mendimin ton lidhur me këtë, se me ligj, por që se ai ligj do të jetë fuqizues, që ai të respektohet në praktik, gjithsesi se zgjidhja do të jetë më e mirë. Balancuesi ishte instrument, nuk është ligj, është instrument që u shty dhe ajo e pati një rolin e vetë. Megjithatë, gjykata kushtetuese e anulloi atë normë sepse në Kongres nuk dëgjuam asnjë fjalë ku ishin llogaridhënie. Në qoftë se më një Kongres nuk ka llogaridhënie në pjesën e punës të Kongresit, jo në pjesën protokollare, në pjesën e punës, ku janë dështimet, ku qëndron transparencë, llogaridhënie, ti s'ke Kongres. Çfarë Kongresi është ai kur ke të ngritura për çdo pikë vetëm kartona të jeshil? Nuk ka debat do të thotë, në atë Kongres ti ke një mendësi. Dakor, zoti Aliu. Zoti Luman, këtë drejtim, këtë vërejtje që po e ngrit zoti Aliu që në një kongres, nëse nuk ka llogaridhënie, nuk e ka kuptimin e plot. A ka ndodhur kjo në realitet me kongresin e BDI-s apo është një momentum që ndodh edhe në kongrese tjera, sepse para 10 ditëve kishim edhe kongresin e VMRO-DPMNE-s, ka pasur edhe kongrese të partive tjera të kaluara. Pra është një kulturë sistematike që ndodh në gjitha kongreset e partive politike, apo ndodh veçanërisht vetëm në BDI? Ajo për cilën desha unë pakës ta potencoj apo ta përsëris edhe njëre, mungesa e vetë kritikës të punës të gjerë atëhershme. Po, këtë ngritët si vërejtje, po edhe më fjallën hyrëse. Ajo është një, kur nuk ka vetë kritik, me qenë se Kongresi pat edhe pjesën tjetër me dyert mbyllura ku ndoshta ka pas biseda, diskutime që opinioni nuk ka informata, por me qenë se vetë kritika, spaku një element i vetë kritikës nuk përfshihet në rezolut, do më thanë, faktikisht edhe bisedimet, po që se janë zhvillu në pjesë seancën e mbyllur të punës së Kongresit, ajo faktikisht nuk quhet asgjë. A kjo që thatë ju, pse në këtë formë, po thuaj se gjitha partitë politike ku dominon elementi i autokracisë, i një mendimësis, faktikisht, veçanërisht mendimi dominon elementi i një mendimësis në procedurat e dokumenteve përfundimtare të mbledhjeve, përfshi edhe të vetë Kongresit. Me qenë se ky element mungon, spaku opinioni nuk e din, mbetet të dyshohet se në të ardhmen, jo vetëm BDI-a, po të gjitha partit, paka shumë i nënshtrohen këti, unë edhe në disa mediume tjere kam përmend këtë pjesë, derisa nuk funksionon vetë demokratizimi, pluralizmi mbrenda strukturave partijake, përfshi edhe udhëheqësit më të larta, që është kuvendi partijak apo kryesia qendrore, ajo parti në fakt gjithnjë do të ballafaqohet me këto elemente të diktatit të një
pakice që dominon si mendim, si ide, si form e funksionimit të partisë. Tu, zoti Luma, BDI njifet si parti politike e cila edhe për kundër fakti që ka qeverisur gjatë kohë vazhdimisht ka përmendur edhe ka bërë thirrje edhe për vetink. Pjesë të rezolutës së parë, faktikisht në rezolutën e dytë është miratuar edhe një hetim gjithë përfshirës në 33 vitet e fundit për të gjithë ish funksionarë, duke filluar nga ministra, deputet, kryetar komunash, gjyqtare, prokuror. A ka potencial dhe kapacitet BDI që të kontribojë në këtë që vete kanë miratuar në këtë kongres? Pikërisht ky element, këtu deshe edhe të dalë, janë pjesët më të ndritshme, më funksionale që lanë përshtypje se megjithatë në suazat të partisë, në suazat të udhëheqësisë të kësaj partie, të antarësisë, ka elemente që dëshirojnë diçka të ndryshojnë edhe në punën e vetë partisë, por edhe si rezultat i kësaj pune të ketë mundësi të reflektohet edhe në funksionimin e vetë shtetit. Dhe me vetë faktin se angazhohet për funksionimin e vetë qeverisjes lokale, ma në mënyrë demokratike, me zgjërimin e decentralizimit të vetë pushtetit lokal, një, e dyta, shtetet unitare, në shtetet unitare, pushteti lokal nuk ka elementin e sovranitetit, nuk mund të funksion, gjithnjë është në diktatin e pushtetit qendror. Atë kemi pa edhe në disa komuna që tashi s'kan kryetar, qeveria përcaktoi të emëruarit, të besuarit të tyre, që do të thotë se ajo nuk u la vetë qeverisja lokale, ta arsyetoa vetë qeverisjen e vete përmes një veprimi ku ata vetë do ta emërojshin kush duhet tjetë si kryetar, ushtrus detyre deri në zgjidhjen e kryetar. Do më thënë, element tjetër që është për ta përshëndet është angazhimi që është pjesë e rezolutës, angazhimi për decentralizim fiskal. Këtë element kysh partia ku kemi qenë edhe ne, partia për prosperitet demokratik ka bë përpjekje ta hudhe si element në ati, por aso kohë raportet ishin të atilla që nuk e arriti ta realizohe. Dhe pikërisht një element i asaj që për cilën angazhohet edhe është pjesë e rezolutave të kongresit, punës kongresit të BDI-s, është pikërisht decentralizimi i funksionimit pushtetit lokal, përfshi decentralizimin fiskal, sepse kjo është një punë në ish Jugosllavi ka funksionu qysh me projektin e vetëqeverisjes lokale të atëherë të Kardelit, që ishe një pjesë Tetova bie fjala, ishe komuna më e fortë në tanë Republikën e Maqedonisë, sepse kontributet e qytetarëve ktheheshin përsëri në interesin e funksionimit të pushtetit lokal, ku ishin pjesë edhe vetë qytetarët. Kështu që këto elemente janë gjanat që me të vërtet duhet të përshëndetet, kurse të rikthehem në përforcimin e kërkesës për qenë shtet unitar, bie fjala nuk përkon, është në disfunksion me decentralizimin fiskal edhe të decentralizimin e pushtetit lokal. Këto dy janë në kundërshti dhe kudo në botë mund të shkohet deri në funksionimin e pushtetit lokal me ato përmasa ku nuk do të ketë mundësi të ketë pushtet, sovranitet pushteti lokal. Derisa pushteti lokal nuk e arrin të fitoje sovranitetin e vetë, faktikisht nuk mund të realizohen edhe këto kërkesa. Zoti Aliu Mesqerash, në këto dy rezolutat e para që dëgjuam, është përmendur edhe drejtësia selektive, mos ndëshkimi, ndikimi politik në drejtësi, që është deklaruar dhe miratuar që këto problematika minojnë themele demokratike që pasaj shkaktojnë edhe pabarazi strukturore në shoqëri. Eksakt. Dëgjoj, tani
Të ndalemi pak të decentralizimi fiskal. Nuk është problem vetëm për ta futur si një postulat në tekstin e një rezolute politike. Çështja është se te llogaridhënia, si keni vepruar ju si parti politike serioze që jeni duke mbajtur kongresin. Pra, decentralizimi fiskal, i nderuar, edhe BDI e ka pasur të qartë, nga viti 2005 deri në vitin 2025-24, janë gati 20 vite, 2 dekada. Decentralizimi fiskal është e notuar, e faktuar se Republika e Maqedonisë së Veriut në aspektin e decentralizimit fiskal është shteti më i centralizuar në Evropë, edhe me shtetet e regionit. Kjo parti që mbajti kongresin, 20 vite qeverisje, u ju them me plot përvërsi nga vokacioni flas dhe nga përvoja që kam me decentralizimin, se është fusha që e njoh më së miri. Kjo parti nuk ka synuar asnjëherë të ndodh plotësimi dhe ndryshimi i ligjit për finansimin e veçeverisjes lokale apo plotësimi dhe ndryshimi i ligjit për veçeverisje lokale. Kemi vetëm një ndryshim në ligjin për finansimin e veçeverisjes lokale, ku TVSH-ja nga 3 piksa ishte u bën në 4. Por kjo është minore. Pra deri në vitin 2025 nuk kemi ndryshim të këtyre 2 ligjeve. Ndryshimi ishte në procedurë i cili dështoi për shkak të mospasjes së numrit të babenterit në kuvend. Tani, a bie barra e gjithë barra vetëm mbi BDI-n? Jo, nuk po them se vetëm kjo është barë e BDI-s, por është një parti politike serioze e cila kishte pushtet të fuqishëm që mund të... Çfarë logjike politike dhe çfarë justifikimi politik mund t'jetë sot ta shtyshti decentralizimin fiskal në një postulat të një rezolute politike në Kongres, a mos qelish gojen 20 vite ose të synojsh, të flasësh, të debatojsh me grupin parlamentar për të ardhur deri te decentralizimi fiskal. Nuk ka demokraci. Shikoni, si është demokracia në partitë politike, është shkalla e demokracisë edhe në shtet, sepse partitë politike janë organizma shumë të rëndësishëm për shoqërinë. Nëse aty nuk ka, edhe për gjitha kampet maqedonase shqiptare. E tani, të ndalemi te ajo te pandëshkueshmëria, Drejtësia selektive. Drejtësia selektive. Ju lutem, a nuk është VMRO-ja, DPMN-ja, Lidhja Social-Demokrate, edhe Bashkimi Demokratik për Integrim sinonime të zbatimit, të etablimit të pandëshkueshmërisë në këtë shoqëri? Pa ne nuk ham barë, 20 vite qeverisje, sa raste kemi të pandëshkueshmërisë, kur kjo parti ishte në ortaki politike me një dekaqe me VMRO DPMN të kryesuar atë bot nga zoti Nikola Gruevski, apo me Lidhjen Social-Demokrate. Cili është efekti i këtij postulati në rezolut ta detektosh vetëm në Kongres e në praktik të ndodh diçka e kundërt? Pra nuk ka efekt. Ajo, jo që nuk mund të josh qytet votuesin, po ky pragmatizëm, këta sjellje nuk mund të shpërfaqin besueshmëri tek qytetarët e këtij vendi dhe fundja fundit edhe tek votuesit e atij subjekti që synon se i përfaqëson. Sipas jush nuk e justifikon as fakti dhe pozicioni aktual që ndodhet në opozit? Për të kërkuar një shtet ku ka drejtësi të barabartë për të gjithë, nuk ka do të thotë drejtësi selektive që shkakton pasaj pabarazi strukturore? Por drejtësi selektive, unë e thash edhe pak para, drejtësi selektive, ajo detyra opozitës është... Sepse nëse ka qenë një kulturë e tillë, a duhet vazhdohet akoma me këtë avaz, apo duhet shërrënjohet ky sistem funksionimi? Jo, nuk duhet vazhdohet. Këta janë sinonim të pandëshkueshmërisë së bashku me VMRO DPMN, edhe Lidhja Social-Demokrate. Megjithatë, kur partia është në opozit, normalisht e detyra e saj është të kritikoj, të jep propozime, por jo vetëm kur je në opozit. Ti duhet të dëshmosh si organizëm politik se si qeverisish kur e ke pushtetin, edhe kur e ke pushtetin.
Sepse nga pozicioni i opozitës, ti normalisht se do të kritikosh. Dhe kjo është ajo hipokrizia që shpërfaqin organizmat tonë politike, edhe të kampit shqiptar, edhe të kampit maqedonian. Shikoni, a nuk është retorik boshe në postulatet e rezolutës të futish diçka, a nuk e ke pikën e parë kërkesën nga vokacioni flas për ndryshim të kushtetutës. Si ka mundësi të kërkosh të synosh, të marrësh veting, të kërkosh përgjegjësi për privatizim e kështu me radhë, pa kërkuar ndryshim të kushtetutës. Si mund të bësh veting ti pa më pas ndryshim të kushtetutës? A mund të bësh vetingun e privatizimit ti para 3 dekadave, vetingun e funksionarve, pa pasur ndryshim të nenit përkatës të kushtetutës, ajo nuk mund të bënë, sa e bie, ai liq, për të bërë këta operacione, si që i kanë këta në postulate, ajo kërkon ndryshim të kushtetutës. Pa ndryshimin e kushtetutës, ti nuk mund t'i bësh ato, dhe kur e dish se nuk mund t'i bësh, pse i futën që ajo vetëm mbetet një retorik boshe, se ja ne kërkojmë veting për funksionarët tonë, kërkojmë veting për privatizimin e kështu me radhë, apo a mund ti të kërkosh sot, pas 20 viteve qeverisje, të zgjedhet qeveria me badenter? Po pse se shtinet ti në amandamentet kushtetuese? Vetëm, zoti Aliu, për ta qartësuar me opinion, nuk janë 2 parti politike që mund ta bëjnë ndryshimin e kushtetutës. Sepse në gjitha, do të thonë gjitha shumicat parlamentare, asnjë qeveri deri më sot nuk ka pasur numrat e mjaftueshme për ta ndryshuar kushtetutën. Prandaj nevojitet vullneti dyfisht, edhe ndihma e partive opozitare, nevojitet pra një vullnet i gjithanshëm. Dhe tani nëse është fjala se nuk mund të bëhet ajo gjë pse kërkohet, është fakti se pse nuk e kërkojnë edhe parti tjera politike. Sepse nëse e kërkojnë të gjitha, atëherë ekziston vullneti kolektiv i gjitha subjekteve politike dhe kjo gjë duhet të materializohej në praktikë. Abedini dashur, nuk po them se BDI ka fajet se për të ardhur deri te ndryshimet duhet 61 më tepër vota në kuvent. Dhe kjo është botërisht e ditur. Por çështja është se demokracia është dialogim në vazhdimsi. Në fakt, për të hapur kushtetutë 81 votë. Duhet 2/3 e votë numrit përgjithshëm. Demokracia është dialogim në vazhdimsi, prandaj duhet të dialogohet, të kërkohet. Kuvendi është shtëpia ku duhet gjithnjë të jenë grupet parlamentare në dialogim permanent me qeverinë. Nuk mundesh ti pa ndryshim të amandamentit kushtetues të zgjedhet me vota të 2 fishta edhe qeveria. Pra lëshimi kardinal është bërë në marrëveshjen e Ohrit, ku BDI-ja në mënyrën më infantile, në mënyrën më miope politike, bile synoi që ky dokument të futet si tokë fjalësh edhe në preambulën e kushtetutës. Që unë kam shkruar disa kolumna atëherë, ky fare nuk marrëveshja e Ohrit nuk është plafoni i barazisë së shqiptarëve në Maqedoni. Ajo është një marrëveshje e paqes, ajo nuk është marrëveshje ndërkombëtare. Ajo marrëveshje u shkri në amandamente kushtetuese dhe ato amandamente u proceduan në kuvent dhe u miratuan dhe kaq, por ajo nuk gjeti zbatimin me dekada me radhë. Pra, e dyta, edhe thot për ta rrëmullaksuar, zoti Aliu, po, mos ju ndërpres, përfundoni vetëm këtë, sepse pasaj do të vazhdoj. Ta përfundoj. Kërkohet votimi 2 fisht, apo badenteri, si që thuhet në praktik. Ajo nënkupton edhe peshën politike të përfaqësuesve të komuniteteve tjera, jo shumicë janë aty. Pra ne nuk e kemi elementin konstituitiv të etabluar në aktin më të lartë themeltar juridiko-politik në kushtetutë, si shqiptar, si komp shtet formues. Dhe ti bën mahinacione me elementin shtetues. Pa ajo bën një atëherë pesha politike e një të zgjedhurit të popullit është e barabartë edhe të komuniteteve tjera, sepse në këtë rezolutë ashtu e kërkojnë këto. Pra, nuk është ne shqiptarët jemi altruist, ne jemi zemërgjër, ne nuk kemi pengesë me barazinë edhe të komuniteteve tjera. Por neve na intereson cili është statusi i shqiptarëve juridiko-politik në kushtetues me këta
fraza boshe, që këto do të mbetin retorik boshe pas batim, sepse duhet në vazhdimsi të informosh faktorin ndërkombëtar, ambasadat e huaja, se kjo shoqëri ka nevojë për një kushtetut, jo që ti bëhet remont kushtetutës, por një kushtetut të re. A bendini dashur, çdo brez i ri ka të drejtë për një kushtetut të re në çdo shoqëri. Ju jeni të ri, ju keni drejtën për një kushtetut, një tekst të ri të kushtetutës për këtë shoqëri. Dhe si do të pajtohemi ne të funksionojmë, nuk ka kushtetut ideale në botë, por kushtetuta duhet të jetë funksionale. Përmbajtja e tekstit të kushtetutës aktuale është në diskrepancë të madhe me realiteti që është në shoqëri. Po, dakor, ne po vazhdojmë tutje, e lusë regjin materiali numër 2, ku janë të shpërfaqura rezoluta 3 dhe 4. Rezoluta e tretë parasheh marrëveshjen kombëtare për përparim dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, si një platformë gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social dhe institucional, me fokus në rritjen ekonomike, inovacionin, zhvillimin rajonal dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Digitalizimi i buxhetit dhe kontrolli i shpenzimeve janë garanci për transparencë dhe përgjegjësi. Një administratë tatimore e drejtë dhe moderne vlerësohet si shtyllë e këtij modeli zhvillimi. Digitalizimi ploti proceseve tatimore, rimbursimi në kohë i TVSH-s, sistemi elektronik pagesor dhe lufta kundër ekonomisë jo formale krijojnë konkurrencë të ndershme, rrisin besimin e bizneseve dhe forcojnë bazën tatimore pa rritur barën mbi qytetarët. Rezoluta e 4 riafirmon integrimin evropian si orientim strategjik dhe të pakthyeshëm të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar përkushtimin për reformat europiane, studimin e ligjit dhe standardet demokratike. Integrimi evropian konsolidon demokracinë, forcon kohezionin shoqëror dhe mbron karakterin multietnik të shtetit si vlerë, jo si pengesë. Procesi i integrimit është gjithashtu procesi i stabilitetit dhe sigurisë, duke krijuar kushte më të favorshme për zhvillim ekonomik dhe investime. Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë dhe mbetet garant i kursit evropian të vendit, duke udhëhequr me përgjegjësi, maturi politike dhe vizion strategjik. Si partner i besueshëm i bashkësisë ndërkombëtare dhe faktor stabiliteti në rajon, BDI do të vazhdojë të mbështesë dialogun politik, konsensusin shoqëror dhe reformat europiane. Integrimi europian nuk është alternativ, por rruga e vetme drejt një të ardhmeje më të sigurt, më të drejtë dhe më të begat. Sipas përfaqësuesve të BDI-s, këto 4 rezoluta përbëjnë bazën e vizionit politik të partisë për periudhën e ardhshme dhe synojnë ndërtimin e një shteti stabil, funksional dhe të integruar plotësisht në struktura euroatlantike. Zoti Luma, po vazhdojmë me komentimin e rezolutave. Tek rezoluta e 3, fokusi kryesor është tek një marrëveshje e re shoqërore dhe politike, sipas BDI-s, jo për mbijetesë, por për zhvillim dhe përparim që ata e kanë cilësuar si marrëveshje e re kombëtare për përparim. Shifni, elementet që janë përfshi në rezolutën e 3 dhe të 4 janë elemente për cilat angazhohen krejt partit politike, përfshi edhe VMRO-n edhe LSDM. Që do të thotë këtu nuk kemi ndonjë element veçantë që ka të bëjë me entitetin, gjithsesi me pjesën që i takon, të themi, kryesisht shqiptarëve, po edhe etnikumeve të tjera. Pakës, po që se më lejoni, do marrë kohë të kthehem përsëri në atë rezolutën e parë, ku potencu diçka që është shumë me rëndësi dhe që duhet analizohet diçka pak e preku atë element qenani, por në fjalimin e vetë, është edhe pjesë e rezolutës, zoti kryetari i partisë, zoti Ali Ahmeti, ceku shtetformësin. Do më thanë, partia, BDI-ja, do të kaloje më nga ato strukturat gjertani të gjithë përfshirëse dhe do forcoje elementin e shtetformësisë. Tashi, elementi shtetformësisë nuk bëhet vetëm me fjalë, nuk bëhet vetëm me një deklarat, si synim po, por për ta bërë ato, u përmend pak më përpara se shtetformësia kërkon ndryshime kushtetutare. Ju thatë se ka është vështirë të bëhet ajo tashi, sepse kemi polarizim numër të votave, nuk kemi mjaftueshëm kështu më radh, byle edhe në qoftë se përfshim disa pjesë të entiteteve që janë të afërt
Me shqiptarët përsëri se ne arrim atë numër që. Mirë po kjo nuk është handicap për ta realizu ndryshimin kushtetues, diçka këtu përmend se alarmohen instancat ndërkombëtare në lidhje me këtë kërkesë, paraprakish se ato e din, por edhe një herë duhet riafirmohet pala Maqedonase, partit politike kushtimit që thanura Maqedonase ta din këtë angazhim. Ajo që është më me rëndësi për të arrit një gjatë të këtillë, që është interes kombëtar i joni, është marrëveshje të strukturave politike shqiptare, pavarësisht nga përkatësitë partijake, që do të jenë pjesë e parlamentit fillimisht, mandej edhe pjesë e qeverisë, një marrëveshje interne për të caktu për çka në fakt ne në parlament do të angazhohemi. Tentim këtu, zoti Luma, tentime të tilla ka pasur përmes platformës së Tiranës. Ishe ajo. Si soi ideja. Faleminderit, pikërisht këtu më rikujtuat edhe ato. Dështoj. Ende pa funksionu ajo platformë, ata nuk e eliminuan, nuk e bën presion, edhe pse kishe paralemrin nga pala Maqedonase, atë e flakën në fakt asaj nuk ju përqendruan vetë partitë politike. Qysh atëherë mba mend kam harron cilin medium isha, kur thosha jo, të gjitha partitë politike duhet të jenë pjesëtar të qeverisë. Atëherë kishe mundësi kjo të bëhet bashkë me BDI-n e atërshme, por kjo nuk u bë dhe mbas asaj, këtë e kam thënë edhe atëherë në një medium se fajtor për këtë janë vetë partitë politike shqiptare. Pa me rikëthy në atë platformë, tashi jo me iniciativë të themit Shqipërisë apo Kosovës apo diçka, po na brenda duhet ulemi, për këtë kam qenë gjithnjë edhe përpara kur kam qenë pjesë e udhëheqësisë të Partisë për Prosperitet Demokratik, jam angazhu pikërisht për këtë element. Do me thënë, për të arrit dhe për të realizu deklarimin për shtetëformësi, paraprakish në atë shtetëformësin duhet të marrim si detyrim kryesor të programeve politike, të gjitha partive politike, që do të garojnë për parlament, për kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut, edhe atëhere thonë, po, ju e keni pjesën shumicën e votave, apo si tash që ndodhi, apo në nesër mund të ndodhe strukturat politike Maqedonase do thonë me ne për të qenë pjesë e qeverit duhet që këto parti, atëhere të gjitha partit thonë, po, ne do jemi pjesë e qeverisë, por në këtë punë, se në fushatën parazgjedhore, pikë kyçe kemi pas shtetëformësi. Dhe kjo duhet figuroje të ketë dokument juridik që është kushtetuta për të garantu ato. Kretë këto elementet tjera që përmenden këto janë elemente që gjitha kushtetutat kudo në botë japin rëndësi të drejtave të qytetarëve. Këtu, zoti Luma, pikërisht për këtë ide për cilën po flisni ju, mbas vitin e kaluar ka pasur një marrëveshje të shkruar e të dakorduar mes dy bloqeve politike shqiptare, të cilët kanë hedhur edhe firmat e tyre, ku kanë deklaruar dhe janë pajtuar që pa mos realizimin e ndryshimeve kushtetuese, asnjëra prej opsioneve politike shqiptare nuk do të bëhet pjesë e qeverisë. Po, ma nuk o realizu ajo. Ajo kollaj është të deklarosh, duhet atë të qëndrosh nga mbas atij nënshkrimi. Për këtë element unë. Në fakt, iniciativet të tilla po ekzistojnë. Unë nuk e kam fjalën ta bëjmë një dokument. Unë them, bëhet ai dokument mbas cilit detyrimisht të jetësohet. Ajo duhet të përcillet me vëmendje edhe nga pala e votuesve shqiptar, apo të atyreve që do t'i votojnë këta, po që se shohin se ky element nuk zbatohet, partia politike anashkalon atë nënshkrimin e vetë, atëherë qytetarët kanë atë forcë ta ndërshkojnë partinë politike, madje edhe ta hekin nga qeverisja. Mirë po, tashi ajo është sa në Maqedoni sa funksionon elementi i partive, jo partive, po asociacioneve qytetare, që do të japin, do të pushtojnë presion ndaj politikës aktuale në Maqedoni. Pa më parasysh bëhet fjalë për partitë politike shqiptare apo maqedonase, ai element, shife çfarë ndodhin
në rrethin tonë, në Bullgari, në Serbi, këtu përveç një grupit që kanë u është djek shpirti, zemra e tyre me ata fëmijë që u dogjen në Koçan, përveç atyreve që në mënyrë permanente reagojnë, ne nuk kemi zë kritik të asociacioneve qytetare. Zoti Aliu, mes tjerash në rezolutën 3 dhe 4, fokusi është vendosur tek ajo që përmendëm, një marrëveshje e re kombëtare për përparim, dhe BDI e vetë cilëson veten si parti politike që është partner i besueshëm i faktorit ndërkombëtar. Çfarë komenti keni mbi këto dy rezoluta tjera të fundit? Tani përsëri është çështje e faktorit ndërkombëtar dhe çdo parti politike ka të drejtën që të vetë lavdërohet, vetë etablohet se gjoja është një organizëm politik më i favorizuar apo më i kontaktuar, që në praktik këta 2 vitet e fundit nuk mendoj se raportet të tilla të afërsisë ka patur lidhur me BDI-n. Megjithatë kjo është edhe drejtë e partive politike që ata të vetë lavdërohen. Kjo rezolut ka të bëjë me atë retorikën që është universale të zhvillimit të ekonomik të një shoqërie. Megjithatë në praktik nuk është dëshmuar zhvillimi ekonomik dhe partneriteti i fuqishëm i një organizmi shumë serios politik në bashkëqeverisje, zhvillimin ekonomik nuk e nënkupton barazvlerësimin e ndarjes së tenderëve në bashkëqeverisje. Ajo nënkupton kur ti si partner ortak në bashkëqeverisje ke gjetur gjuhë të përbashkët për politikat publike të zhvillimit ekonomik të vendit. Jo vetëm për ndarjen e tenderëve, jo vetëm për interesave, sepse pjesëmarrja, participimi në qeverisje nuk nënkupton vetëm pasurim të xhepave privat. Ajo nënkupton mirëqenie për gjithë qytetarët e vendit që jetojnë këtu. Kjo është ajo, ndërkaq që nëse të integrimi, si proces, rezoluta 4 që ishte, pra këto janë retorika po ashtu universale, Bashkimi Demokratik për Integrim në mënyrë shumë perfide, kur kryesonte me politikën e jashtme, me ministrinë e politikës jashtme, edhe me ish kryeministrin e atëhershëm, 3-4 vite sa ka, a ju kujtohet nga aeroplani sa eri ngritën gishtat këta se i hapëm negociatët. Si ka mundësi një krye diplomat apo një krye minister apo një parti serioze të vënë në lajthitje qytetarët e vendit se i filluam negociatët. Ju lutem, Komisioni Evropian për Maqedoninë solli një formulë unikate. Ajo për Maqedoninë e Veriut hartoi një koncept të realizimit të konferencës ndërqeveritare, një teknike dhe një konferencë ndërqeveritare politike. Pra, këta realizuan vetëm konferencën ndërqeveritare teknike, në të cilën u detektuan se çka janë detyrat që duhet të zbatoj hapat qeveria. Politika e jashtme, kryet diplomati, edhe kjo parti me të madhe tha se etablonte në opinion se i hapam negociatën. Në fakt, vendi akoma nuk i ka të çelura negociatat. Kur realizohet konferenca ndërqeveritare politike, aja dha shansin Komisioni Evropian me konferencën ndërqeveritare teknike, me këtë konferencë ndërqeveritare politike, atëherë çelen negociatat. Dhe sipas metodologjisë që hartoi Komisioni Parlamenti Evropian me inicimin e Francës, kur kryesonte me Komisionin Evropian, plani franko-gjerman, edhe u nënshkruan ato që ndodhi marrëveshja me shtetin Fqi dhe ka mbetur në kërkesën që në drejtësi thirret kondicio sine qua non, kërkesa pa të cilën nuk mundet të ecish përpara në integrim. Ajo është ndryshimi i kushtetutës konform asaj që ka nënshkruar ish qeveria me Komisionin Evropian për çështjen e kontestit që kemi me Bullgarinë. Dakor, po, megjithatë tani po kalojmë me një segment tjetër, po, zoti Luma. A ka mundësi para se të kalojmë, mos se jemi me kohën, një element që mua më ra në sy, po me sigur edhe opinionit më të gjerë, kush ishin misafir në Kongres? Ishe sekretari general i VMRO DPMNE-s. Tashi, me vetë faktin se
është një gest shumë i pranuar, kulturor dhe shumë mirë po, qytetar, mirë po, po që se marim pak analizën, çka ndodhi në relacion kryeministri dhe udhëheqësia më e lartë e BDI-s përfshi edhe vetë kryetari, se çka paralajmëronte zoti Mickovski për punët sipas Mickovskit devijante të disa strukturave në këtë parti, në këtë kongres merr pjesë sekretari general i partisë dhe kur pashun se kush është atje, mua më njerë më shkoj, nuk mund tjetë do shta e vërtet, por qytetarët mund të këtë dyshojnë se për rezolutat, konkluzionet e rezolutave, vëmëroja ka pas njohuri prej për para cilat dojen dhe automatikisht atje edhe ata janë për t'i përshëndet këto rezoluta si parti politike që do të funksionoje për mirëqenjen, që është edhe në rregull, për funksionimin demokratik, ceket edhe ajo në disa rezolutat aprovuara të shtetit Republikës së Maqedonisë. Kjo do të thotë se kjo vetëm nuk është në kundërshënje me vizionin e Vëmërodhës. Kjo do të thotë se tash me pjesëmarrjen e kësaj, edhe me këto rezoluta faktikisht afrohen disa çështje kritike që paralajmëroheshin nga ana e Vëmërodhës, me siguri do të eliminohen dhe do të ketë një afrim mes Vëmërodhës edhe BDI-s. Pra ju jeni edhe më kompetent për ta thënë se në politikë nuk ka armiqësi të përjetshme. Nuk ka armiqësi, ka interes. Edhe, po që se strukturat atje ka pas edhe përfaqësues, ambasador të korit diplomatik, edhe ata me të vërtet do shohin se BDI-ja kalon në një institucion politik modern, ku në rend të parë dhe interesin politik të qytetarit, mandej edhe disa elemente etnike këshumerat. Dakor, moment interesant. Në ndërkohë ne edhe përkundër faktit që zoti Aliu deklaroi që është pak e rëndësishme kush do të jetë në krye të partisë ose kryesisë, sërish ata e kanë impaktin sepse janë protagonistët kryesorë që mbase kujdesen edhe për ecurinë e politikave të këtij subjekti politik. Në ndërkohë lus regjin që materiali numër 3 nëse është gati ku flitet për ndryshimet e figurave kadrovike për brenda BDI-s? Sipas BDI-s, për herë të parë në kryesinë e Këshillit të Përgjithshëm, kryesinë qendrore, janë përfshirë 20 anëtarë të rinj, mbi 60% e kryesisë, të cilët për herë të parë bëhen pjesë e këtij organi të lartë drejtues. Po ashtu është arritur një përfaqësim gjinor dinjitos, si asnjëherë më parë, me 10 gra anëtare, rreth 30%, çka dëshmon për kushtimin ton të qartë për gjithëpërfshirje dhe barazi. Kryesia e Këshillit të Përgjithshëm përbëhet nga Bujar Osmani nënkryetar, Faton Ahmeti nënkryetar, Arta Bilali Zendeli nënkryetare, Arbana Palloshi nënkryetare, Erkan Arifi nënkryetar, Arbër Ademi, sekretari përgjithshëm, Nebi Rexhepi, sekretar organizativ, Arbëresha Vlashi, sekretare për mundësi të barabarta. I dëgjuam këtë ndryshime mbasi këto figura politike, disa janë figura të reja politike, po megjithatë ju i njihni mirë zoti Luma. Sipas këtyre ndryshimeve që janë bërë në këtë subjekt politik në këtë kongres, dhe nga ajo që deklaron BDI që 60% e figurave janë figura të reja që janë përfshirë në strukturat partijake. A është vërtet reform e mirëfillt dhe a mund të cilësohet si reflektim i gjendjes momentale të BDI-s që aktualisht ndodhet në BDI? Unë kujtoj se vetë kryetari i partisë ka qëllimi i atij kryesor ka qenë që përmes këtyre reformave me kuadro të reja, që është paralajmëruar disi diku rreth 60%, dhe inkuadrimin po ashtu që duhet edhe të përshëndetet të mbi 10 gratë që janë pjesë e strukturave udhëheqëse, jep një shpresë se ka mundësi diçka ndryshe të filloje të funksionoje. A do të arsyetoje punën, ky ndryshim kadrovik në suazat e kryesisë qendrore, duhet të shohim puna e tyre në të ardhmen do të tregoje.
do të tregojnë se ata nuk mund të bëjnë ma shumë se sa konkluzionet e vetë kongresit të përfshira në rezolutat. Dhe më thënë, ata gjithsesi punën prej 20 dhetorit e tutje do të përqëndrojnë dhe nxitje për punën e tyre do t'jenë rezolutat. Për rezolutat, çka janë si janë, ne deri tash e diskutum. Kështu që qëllimi me siguri është i mirë që të bëhet diçka. Përkundra, shumë njerëz që deri dje kanë qenë në udhëheqësi dhe kanë qenë funksione të ndryshme, shfaqin edhe pakënaqësinë e tyre, por për pakënaqësinë, si edhe kemi kohë të flasim apo jo, por e kam fjalën përkundra pakënaqësive që shprehen se nuk është ftuar filani, është eliminu nga funksioni tjetri. Këto, po që se dëshiron një parti të ketë ndryshime, do mos do edhe të bëjë veprime të këtij. Duhet ketë edhe pakënaqësi, po, vendime më të guximshme. Zoti Aliu, a mund të cilësohet Kongresi Reformator dhe Demokratik nëse figura udhëheqëse e partisë nuk ka kundërkandidat? Tani kështu, kjo praktikë ka ndodhur edhe në të kaluarën në historikun e pluralizmit të Maqedonisë, edhe në partitë politike të kampit shqiptar, edhe në partitë politike të kampit Maqedonas, bile ata të kampit Maqedonas i kanë ende më detronizuese në këtë aspekt. Këtu nuk do të isha ndalë, thashun edhe në fillim të misionit, se strukturimi një partisë është çështje ekskluzive e antarëve dhe strukturave dhe organeve të asaj partisë, në këtë rast të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kur ata kanë vlerësuar se kush duhet të kryesojë edhe më tutje, është përsëri e drejtë dhe çështje e tyre, dhe kjo, ndërka që ka rrisi në përbërjen e emrave që kemi lexuar, që i dëgjuam edhe tani nga kronika, tani ne nuk mund të, nuk do të ishte bile edhe aq njerëzore të pritshim ne se sikur Zoti Ahmeti do të sjellte njerëz nga qielli në këtë organet të partisë. Ai duhet t'i merr prej kësaj shoqërie, ka inkuadruar si duket edhe resurse të reja, ka bën një ridestinim, një riformatim. Megjithatë kjo parti vetëm me këtë nuk do të thotë se ka arritur një stat të reformimit në aspektin kadrovik, sepse aspekti i platformës, aspekti ideologjik, ajo tani ka reteruar këta 20 vite nga një parti radikale në parti të jeshile, në parti qytetare, në koncept qytetar, në koncept multikulturore, kështu me radhë. Ka bërë gabim, Zoti Aliu, sipas jush, që i është përshtat ndryshimeve? I është përshtatur, shikot, ka njerë është mirë edhe ndryshimeve të përshtatër, por jo vetëm për interes të partisë. Do të përshtatësh edhe për interes të atyre që synon dhe mëton se i përfaqëson edhe për atë që ke deklaru kur i e formu si subjekt. Sepse tezat elementare, themeltare të konstituimit, të formimit të një partije politika, ata nuk mund shuhen. Ata mund të hiqen nga programa, nga platforma, vetëm atër kur realizohen. Tash, NATO, jemi antare e NATO, në Bashkim Evropian endes jemi. Pra, kur këta të konsumohen si synime, atër ata nuk do të mbeten aty. E tani, te resurset kadrovike, ka dhe resurse, ka njerëz të intelektual të fuqishëm që ndodhin bre, por megjithatë duhet edhe të ndrojë sjellja e të qenurit, këta nuk kanë përvojën e të qenurit në opozit. Kjo opozitarizmi që përjeton tani BDI-ja, unë mendoj se do ta fuqizoj si parti politike. Nuk do të ketë dëm. Ajo u shkatrua nga akomodimi i gjatë në pushtet. Solli një lloj reforme, edhe pse grupin parlamentare ndeka të frontit evropian. Të frontit evropian e ka nga kuadrët të cilët kanë influencë në parti, në kryesit partisë. Ka mundësi të ndërhyjë në lidhje me këtë, a ka po gabim apo jo, ama me një thënie që është e njoftun për funksionimin e higjienës mentale. Një person i cili ka dashur të bëjë një rrugtim, kërkon këshill, çka duhet bëje për të arritur filan vend. Ai ka thënë duhet ecësh. Ecja është zgjidhja kryesore dhe do mbrish në atë vend ku duhet shkosh. Edhe ky, sipas urdhrave të dikujt që është më i mençur, ka filluar të ecë. Ecën mbas një kohe
për njerë shef se diçka nuk shkon. Hecën, prap nuk shkon, nuk shkon, edhe ndalet, abe tha, tim thatë, hecja, ma nuk shkon. E thot, shiko ku je, thot, tash thot, duhet të notojsh. Kështu është e kumë. Tashi, vetëm me notim mund dalish më të tjerë. Mund të vazhdojshtu. Regjia, nëse mundet materiali numër 4, deklaratën e Zotit Mexhiti mbi kongresin e BDI-s. Kongres teatr pas debaklit të pësuar zgjedhor në të cilin askush nuk u thirr dhe nga askush nuk u kërkua asnjë përgjegjësi politike. Në vend të reflektimit, kongresi teatr shpërndau pamflet me tema madhore për të mbuluar dështimin, por akoma më keq, për të mos diskutuar për çështje thelbësore, kush mban përgjegjësi për humbjen e zgjedhjeve. Sot pam riciklimin e emrave të vjetër të cilët kongresi teatr tentoi t'i prezantoj me paketim të ri, duke quajtur kësaj procesin e centrifugimit reform, por një rrobe lart nuk është një rrobe re. Prandaj, në kushtet e një procesi kontrovers të delegimit të delegatëve e pa fije transparence për procesin nominues dhe kandidues, kongresi zhndërohet në fars çfarë ishte sotmja, pa llogaridhënie të mirëfillt dhe pa përgjegjësi politike. Reforma është vetëm pro forma, ndërsa kongresi është vetëm teatr me kukulla, ka shkruar Izet Mexhiti. Figurë politike që ka kontribuar gjatë kohë në BDI, tani oponenti BDI-s dhe kritikon kongresin ku e vlerëson që është vetëm riciklim i figurave të njëjta politike. Por juve, zoti Luma, është riorganizim strukturor vërtet përmbajtësor reformator, apo është vetëm riciklim i figurave të njëjta? Po që se me vëmendje për collët fillimisht qarë deklarova, një pjesë e asaj edhe ishe një në përveç atyre kualifikimeve në fillim e thash se vetë kritika dhe llogaridhënia është çelësi kryesor për ta dëshmu punën e der atërshme. Dhe dikush duhet të barte fajsin, them fajsi, jo tashma në thojza, po fajsi të vërtet për dështimet elektorale të kësaj partije. Kështu që në këtë funksion, zoti Mexhiti plotësisht ka të drejtë, unë normal nuk jam oponent politik i kësaj apo asaj partije, përdori edhe kualifikime tjetër fare, që sipas me edhe ndoshta edhe nuk ka nevojë, mjafton të ceket në mënyrë analitike ajo që është shumë me rëndësi, edhe po që se në një institucion më të lartë politik, partia si është kongresi, nuk bëhet kjo, vështirë është mëndet gjitha ato elementet që janë cek në rezolutat të realizon. Për juve, zoti Aliu? Atë që thot, që kishë deklaruar zoti Mexhiti, është çështje e oponencës së tij, që bën edhe ai në ndoshta varet nga natyra e tij se si e bën, është punë e tij, e drejtë e tij si protagonist politik në qeverisje tani me subjektin politik vlen. Megjithatë, edhe këta duhet marrin shembull si vlen se çka do të thotë, për shembull, a kanë tani që kemi zgjedhjet në Gostivar, çfarë shembulli kanë tregu këto për të dhënë një hapësirë të hapur kuadrove të ri në konkurrencën e zgjedhjeve lokale, kështu me radhë. Do të thonë, duhet marrin shembull edhe ata se si nuk duhet Pra ju, zoti Aliu, po vlerësoni që kandidatura e zotit Bejta në Gostivar mbështetën nga koalicioni Vlen është dëshmi e reformave apo demokracisë brenda Vlenit? Unë nuk, mos keq kuptohem, unë kam shok, unë kam edhe me një auditor tjetër, kam thënë, Bejta do të jep një relaks fushatës. Jo, çështje e relacioneve private asnjëherë nuk është kohë e tij, nuk është kohë e tij, nuk pra Vlen nuk dëshmoi. Nuk korrespondon me ndryshimin. Nuk korrespondon me ndryshimin. Jo që unë personalisht nuk jam aponent, as një subjekti, ai do të jep një relaks fushatës, nuk do të tensionoj fushatën, por megjithatë këto nuk janë shembull. Duhet të kuptohet edhe si avancim në aspektin e funksionimit të demokracisë brenda Vlenit, që një figurë që deri dje ka qenë kështu ashtu me radhë, tash këto me atë dëshmojnë se janë më liberal në funksionim, në mendim e kështu me radhë, dhe kjo është një shembull që duhet praktikohet. Unë diku lexova se
Po sa është e vërtet duhet shohim më tutje se edhe kanë bërë edhe disa ndryshime në statutin e partisë BDI-ja në këtë kongres. Për shembull, më nuk do ta praktikojnë zgjedhjen e kryetarëve të degëve sipas formulës së Lidhjes Socialdemokrate. Ai ishte një farsë me votë të lirë nga antarësia, por do t'i emëroj kryetari i partisë. Që e fuqizon centralizimin edhe minon demokracitë. Pikërisht. Shiko, në parti, ku çdo gjë i lehet në dorë të parit të partisë, ku çdo që të jetë ai normalisht se jo çdo herë një njeri mund të qëlloj për të mirë, edhe kur ka synimin për ta bërë të mirën, mund jo çdo herë ka të drejtë. Jo çdo herë ka të drejtë. Po, jemi krejt në fund, më informojnë nga regjia dhe nga një mendim të shkurtër të juaj që ju, zoti Luma, kush mendoni që është figura që mund në të ardhmen ta zëvendësoj zotin Ahmeti? Në suaza të BDI-s, gjithni duke u nisur prej ku ka dalë si parti politike, pavarësisht të programit politik, ideore, kështu me radhë, unë kujtoj se ky moment nuk ka qenë, ndonë se është kërku prej qarqeve të ndryshme, ajo është këtë çështje para zgjedhore, kështu me radhë, nuk ka pas mundësi ta zavendësoje autoritetin e tij. Kështu që, por... Jo, po flasim për të ardhmen. Jo, për të ardhmen, tash nuk mund të them. Nuk është një emër përveçëm, nuk do të kisha dashur të hyj përveçëm, po ka disa persona që mund ta bëjnë, kanë kapacitet intelektual, njohuri politike, kompetencë, kanë konform asaj që ka përvojë në funksionimin e partisë, kështu që ka njerëz, por... Po nëse mundet disa emra për mos përmendur vetëm një emër të përveçëm, sipas jush... Nuk kisha dashur të hyj, nuk dalë. Ju, zoti Aliu, sipas prizmit dhe perspektivës tuaj, në këtë kongres përmendje zoti Luma që në base nuk ka qenë momentumi që do duhet të zëvendësoj zoti Ahmeti, po vlasim për në të ardhmen, a ekziston një figurë adekuate që do të zëvendësonte zoti Ahmeti dhe për të vazhduar misionin e kësaj partie politike? Po, tani edhe unë pajtohem me këtë qëndrim se nuk ishte momentumi në këtë pozicion të opozitës që të rriqet, zoti Ali Ahmeti si pas gjykimit tim nuk u tërhoq nga skena kur ai solli një pushtet të fuqishëm, kur partinë e kishte në pushtet të fuqishëm. Arritjen kulminante. Arritjen kulminante nuk e solli. E në politik, një sociologët modern thonë, kur nuk largohesh në momentumin përkatës nga skena politike, atëherë jo duar trukiqet, por fishkëllima të rëzojnë nga skena. Pra, këtë momentum nuk e shfrytëzoi zoti Ahmeti dhe duhet thënë realisht se Bashkimi Demokratik për Integrim një përqindje solide të konsiderueshme ka simpatin të votuesit për shkak të karizmës që ka zoti Ahmeti. Ndërkaq, unë me që më pyete, po të them, në të ardhmen, por nuk mund të prejudikojmë se çfarë gabimesh mund të bëjmë, në të ardhmen apo edhe pak më parë ka qenë mundësia, këtë parti, edhe pse unë kam shumë vërejtje në ushtrimin e detyrës si ministri i jashtëm, si zononës partie, po krejt ajo në kondita të zhvillimit të partisë. Unë mendoj se Bujar Osmani do të kishte qenë edhe është figura që mund të qëndronte, edhe pse është vështirë të themi prej tani, Bujar, edhe pse unë kam shumë vërejtje ndaj... E kuptuam edhe paraprakisht përmendet disa. Bujar Osmani do t'ishte figura... Që mund t'a zëvendësonte, zote. Figura politike që mund dhe do të mund t'a zëvendësoj zotin Ahmeti, sepse karizma më nuk do të bën shumë pare, thonë, në më tutje, duhet kreativitet i ri politik dhe duhet koncepte tjera moderne, qasje moderne. Po, zoti Luma, për në funda, pajtojnë me këtë emër të përveçëm që u lakua nga zoti Aliu që zoti Bujar Osmani mund të jetë figura që do të zëvendësojë zotin Ahmetin e por do t'ishe shumë tragjike për një parti politike, po t'kish pas vetëm një emër. Kështu që ka edhe emra të tjerë, prandaj unë vetëm në qëndrimin tim se ka njerëz, ka që byle mund të udhëheqin shumë mirë
në aspektin pikërisht konform rezulutave që janë miratu edhe ta mund të qëndrojnë mbas atyreve për ta hecë punën e Është një preferencë, për ndryshe ka shumë njerëz fuqishëm atje. Unë ju falenderoj për kohën tuaj dhe këtë analizë dhe opinionit tuaja përmbajtësore mbi këtë temë. Faleminderit zoti Aliu që ishit me ne. Faleminderit për mundësi. Faleminderit zoti Luma. Faleminderit edhe juve. Ndërkohë faleminderit shikues për vëmendjen tuaj dhe deri në takimin tonë të radhës ju mirëmbëngje.